Përplasjen e strukturave të Partisë Socialiste dhe asaj demokratike janë regjistruar në Lezhë. Kryetari i Partisë Socialiste në këtë zonë, Ermal Pacaj, një herësh kandidat për deputet, kallëzoi në polici kandidatin demokrat Gjingjoni dhe mbështetësit e tij për kanosje me armë. Incidenti ka ndodhur mbrëmjen e së dielës, ku 2 të rinj të shpallur në kërkim nga policia, sipas Pacajt, kërcënuan babain e kandidates së Partisë Socialiste Klodilta Andreca dhe familjarët e tij. Në pronën e babait të kandidates tonë për deputet, njerëz të armatosur janë paraqitur duke i kërcënuar se do ju marrin peng kryetarin e Partisë Socialiste dhe babain e kandidates për deputete në Parlamentin Shqiptar. Kjo është totalisht e papranueshme. Ne jemi drejtuar instancave shtetërore, çdo natë militantë të Partisë Demokratike çarkullojnë orëve të vona totalisht pa arsye për të gjurmuar dhe për të krijuar alibin e tyre të humbjes në zgjedhjet e 11 majit. Jason Seferaj, 27 vjeç dhe Ilirian Gjoka, 40 vjeç, akuzohen nga policia për veprat penale, kanosje apo dhunimi pjesëmarrësve në zgjedhje dhe mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve. Sipas denoncimit, Seferaj dhe Gjoka ndoqën me 2 makina familjarët e kandidates Ndreca dhe më pas i kërcënuan ata në fshatin Dajç, ndërsa ishin edhe të armatosur. Pamjet u publikuan edhe nga kandidati Gjingjoni, i cili thotë se grupet për mbrojtjen e votës ndodhen në terren dhe po monitorojnë situatën, ndërsa ka akuzuar PS-n për blerje votash duke hedhur akuza në drejtim të socialistëve, të cilët i quajnë si shpifje. Partia Demokratike ka qenë një parti, është parti fituese, padyshim që do jetë parti fituese edhe në zgjedhjet e ardhshme. Unë shoh një tension në radhët e Partisë Socialiste. Secili prej tyre kërkon që të ketë një lloj superioriteti ndaj një kandidati tjetër dhe ne kemi shumë informacione edhe për takimet të cilat janë bërë se cilin prej kandidatëve do mbështesin dhe cilin prej jo strukturave të Partisë Socialiste dhe për të patur një avantazh janë turrur si hiena në lidhje me blerjen e qytetarëve të Lezhës dhe padyshim për të ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve. Padyshim që ne kemi ngritur ekipe vullnetare për mbrojtjen e votës. Struktura për mbrojtjen e votës u ngrit për herë të parë nga Partia Demokratike në vitin 2021, por ajo që u prodhua ishte një skenë përgjakshme në Elbasan, ku humbi jetën Pierin Xhuvani, por duket se në Lezhë kjo strukturë është rikthyer sërish.